Tijani Reinders është në shënjestën e Manchester City që kërkon një zëvendësues për Kevin De Bruyne. Mesfushori holandez ka bërë një sezon fantastik, një nga lojtarët më të mirë të Milanit me 15 gola, por Manchester City përgatit një ofertë rreth 60 milionë euro për të marrë talentin holandez në Premier League. Skuadra e Milanit kërkon të paktën 70 milionë euro pasi kontrata e Reindersit e rinovuar në fillim të vitit 2025 skadon në vitin 2030. Një shenjë që të mendosh që Reinders është hapur transferimentit është dhe anullimi i pushimeve që kishte përnotuar në korrik, ndoshta për të qenë i gatshëm për negociata me klubin anglez. Situata është në zhvillim sipër dhe mund të ndryshojë shpejt. Milani duhet të vendosë nëse do të shes talentin e tij më të mirë apo do të rezistojë në merkaton e verës. Ti çfarë mendon? Komentoni mendimin tuaj. Reindersi, sipas mendimit tuaj tifoz të Milanit, duhet të qëndrojë apo jo? Shkruani komentin tuaj dhe ndiqni A2 Puls për më shumë lajme rreth futbollit dhe gjithçka që ndodh nga kampionatet më të rëndësishme.